ndodhim këtu në ambientet e Katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë dhe do të kemi bekimin sot kemi një intervistë me stafërfor ikonom Kaj Kurt i kishës Shën Joan Chrysostomit në Philadelphia, Pensilvani, e cila është në jurisdiksionin e Episkopatës Ortodokse Shqiptare të Amerikës. Atë Kaj, ju lutem na flisni për enorin tuaj, si jeni ju të organizuar atje? First of all, I need to say and underline enormous meaning, symbolic meaning of St. John Chrysostom. Pikë së pari më duhet të them dhe të nënvizoj për enorinë e Shën Joan Gojartit, se është një enori që ka një histori shumë të madhe dhe kuptim të madh në lidhje me Shqipërinë. U themelua në fillim të shekullit të 20 nga emigrantët shqiptar, të cilët në atë kohë sapo ishin vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk ishin dhe aq të pasur. Sapo ishin vendosur në Shtetet e Bashkuara, ishin emigrantë të rinj, por pavarësisht ata vendosën dhe arritën ta blejnë ndërtesën e kishës dhe të themelonin enorin shqiptare të Shën Joan Gojartit. Dhe përgjatë asaj kohe të vështirë këtu në Shqipëri, kur populli shqiptar i duhet të themelonte një shtet të ri, duke mbrojtur gjithçka përmes një ideologjie pa kuptim, ndërkohë në zemër të Shteteve të Bashkuara, shumë afër vendit ku mbajt deklarata e pavarësisë të Shteteve të Bashkuara, vetëm 5 minuta larg, u themelua kisha shqiptare, në të cilën prej 100 vitesh tashmë shërbehet në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze, por nuk u përket vetëm shqiptarëve. Presidenti i Shqipërisë, i cili vitin e kaluar vizitoi kishën dhe enorin ton, nënvizoi se një nga karakteristikat kryesore të shqiptarëve është mikpritja. Në të njëjtën mënyrë, enoria jon atje është e hapur për çdo. Nëse shkon atje do të shohësh se ka njerëz dhe besimtar nga e gjithë bota, duke filluar nga Azia Lindore, Afroamerikan, Ukrainas, Rus, Gjeorgjan, të krishterë arab, të cilët bëhen së bashku për t'u lutur Perëndisë. Enoria jon organizohet në mënyra paksa të ndryshme, sepse çdo vend ka karakteristikat e tij dhe mënyrat e jetesës. Por qëllimi ynë kryesor është të qëndrojmë besnik historisë sonë. Edhe pas 100 vjetësh, një kombindar nga oqeani Atlantik, 2 ideologji të ndryshme, njerëz që përballen me shumë vështirësi. Tashmë ata janë së bashku atje. Gjenerata e re e shqiptarëve dhe gjenerata e vjetër. E dini që atje në enorin ton janë disa gra dhe burra të vjetër të cilët flasin gjuhën shqipe të gjyshërve dhe sërgjyshërve tuaj? Ata flasin një shqipe shumë të vjetër, i sjell shumë gëzim çdo shqiptari që i dëgjon. Pra është një kombindar në 2 pjesë të cilët bëhen bashk. Por gjithashtu të dyja gjeneratat bëhen bashk dhe është diçka shumë e bukur. E dini se cili është kuptimi simbolik i kësaj? Ti bësh bashk. Tashmë kombi shqiptar është bërë bashk në një komb të vetëm dhe të bukur dhe unë jam pjesë e tij. Tashmë jam duke mësuar shqip. Dhe përgjatë shërbesave përdor gjithmonë disa fjalë në shqip. I bëj për të qeshur shqiptarët kur më dëgjojnë, por përpiqem dhe ata më thonë se pas çdo shërbese, shqipja ime përmirësohet edhe më shumë. Some kind of Albanians make laugh Albanians when they listen me, but I try and they say me every other service my Albanian becomes better and better. Cilat janë disa nga vështirësitë dhe sfidat tuaja si klerik në enorin ku ju punoni? As you know, we all are servants. Siç e dini, ne të gjithë jemi shërbëtor dhe në shërbim të fjalës së Perëndisë, sepse Isu Krishti është fjala e Perëndisë. Pra, çfarë kuptimi ka ti shërbëtor i fjalës së Perëndisë? Së pari do të thotë bashkëbisedim me Perëndin, dhe bashkëbisedim nënkupton së pari lutjen. Për klerin, kjo është nevoja e lutjes. Së dyti, të studiosh fjalën e Perëndisë. Sipas Shën Maksim Pohuesit, shkrimi i shenjtë është një formë e trupit të Isu Krishtit, duke vepruar si një veshje e fjalës hyjnore në mënyrë që njerëzimi të mund ta takojë dhe ta kuptojë atë. Pra duhet ta studiosh shkrimin e shenjtë. Duhet kemi kujdes nga tendencat e reja të teologjisë, tendencat e reja të filozofisë, të përgatitemi, të kuptojmë, të perceptojmë fjalën e Perëndisë,
duhet ta lejojmë atë të punojë brenda nesh. Dhe së treti, do t'ja komunikojmë këto fjalë të tjerëve, sidomos pjesëtarëve të Enorison. Por pjesëtarët e Enorison janë të ndryshëm tani, siç dhe e përmenda pjesëtarët tashmë janë shumë kombësh. Ata vijnë nga kultura të ndryshme. Për shembull, vitin e kaluar kemi paksuar Amerikan vendas. Për ata nevojitet një qasje ndryshe ndaj fjalëve të Perëndisë. Pra është sfida jonë të lutesh dhe të përgatitësh veten. Këtu ju keni një kishë lokale, traditë e vendeve ortodokse dhe besimtarët jetojnë afër me njëri tjetrin, por nuk ndodh kështu në Amerikë. Atje udhëtojnë gjatë sepse janë të shpërndarë nga do. Por prifti nëse është duke qëndruar në shtëpi, duke studiuar, duke u lutur, ose për shembull, unë jap mësim kolegji, ndonjëherë kam 4 orë mësimi, ndonjëherë 1 orë ose asnjë. Gjithmonë duhet të qëndroj i gatshëm, sepse në çdo moment, në çdo sekond, dikush mund të më telefonojë dhe të thotë: "Patër, kemi nevojë për ty." Dikush mund të jetë duke vdekur, dikush mund të ketë rënë në tundim dhe duhet jemi gjithnjë gati, gjithmonë në formë, gjithmonë i gatshëm për t'u përgjigjur. Gjithmonë i gatshëm për të marrë makinën dhe të udhëtoj për ndoshta 2 orë për t'i arritur. Më ka ndodhur raste të tilla, më ka ndodhur një herë që sapo kisha arritur, thash lutjen, e kungova, sapo e gëlltiti personi, ndroi jetë. Imagjinoni sikur të isha vënuar qoftë edhe 1 minutë, ndaj dhe duhet që gjithmonë të qëndroj i gatshëm, si dhe gjithmonë gati për të katekizuar. Tashmë amerikanët ndonjëherë edhe ukrainasit, ndaj dhe duhet jemi gati. Gati për të punuar. Duhet gjithashtu që ta bëjmë liturgjinë hyjnore të bukur. Ne jemi ortodoks, e bukura e ortodoksisë është që është unike. Shumë amerikanë të rriqen nga ortodoksia dhe liturgjia e saj. Ndaj dhe ne tani e kemi rinovuar kishën tonë sepse është 100 vjeçare dhe kemi dashur ta bëjmë më të bukur, më të disiplinuar, më me shumë kuptim. Perëndia është i paarritshëm. Asnjëherë nuk mund të arrish bukurinë e Perëndisë. Ndaj dhe gjithmonë duhet të zhvillohemi. Gjithmonë duhet të përmirësojmë veten tonë. We never can reach the beauty of God himself, so we always need to develop, always to improve ourselves. Juve folët për sfidat tuaja si klerik, por cilat janë sfidat dhe vështirësitë dhe përpjekjet e besimtarëve tuaj? Main challenge is the same as all faithful. Sfida kryesore është e njëjtë për të gjithë besimtarët, sepse Perëndia tha: "Nëse dëshiron të më ndjekësh mua, duhet të mbash kryqin tënd." Të jesh i krishterë ortodoks asnjëherë nuk ka qenë lehtë. Qëllimi ynë nuk është të jemi të lumtur ose të korrim sukses vetëm në këtë jetë, por qëllimi ynë duhet të jetë përjetësisht të qëndrojmë në Zotin. Pra kjo është sfida kryesore për të gjithë ne të krishterët ortodoks. Ne nuk kufizohemi në jetën tonë të përditshme dhe për kujdesit dashamirëse. Le të largojmë prej nesh tërë kujdesin për jetën, na mëson himni kerovik. Por besimtarët jetojnë në shoqëri shumë të ndryshme, shpeshherë në kultura të ndryshme. Është ndryshe të jetosh në Shqipëri dhe të jesh ortodoks shqiptar, dhe është diçka tjetër të përballesh me vështirësi si emigrant në një vend të ri me sfida të reja. Ndaj dhe të duhet të përshtatesh, të ruash identitetin tënd si shqiptar ose i kujtdo kombësie që mund t'i përkasësh, derisa të bëhesh pjesë e plot e komunitetit të ri. Gjithashtu, siç e përmenda, enoria nuk është e vendosur gjithandej. Enoria jo ndodhet në qendër të qytetit, ndaj dhe besimtarëve në disa raste për të ardhur në kohë në kishë i duhet të udhëtojnë deri në 1 orë e gjysmë. Nuk është e thjeshtë. Gjithashtu jeta e përditshme atje ka sfidat e saj. Komuniteti në Shtetet e Bashkuara është shumë kompetitiv, për faktin se si të jesh i përulur, ku çdo gjë rreth teje të sfidon, të garosh, të bëhesh më i mirë, të korrësh sukses. Atje po zhvillohet një antropologji e re dhe një lloj i ri të krishterësh. Gjithmonë kështu ndodh. Të gjithë brezat kanë sfida unike. Po është një kryq i Jezu Krishtit. Kur kemi kryqet tan është ndryshe, është unike. Më përket vetëm mua dhe askush nuk mund të ma marrë kryqin. Dikush mund të më ndihmojë. Dhe ja ku është vendi. Vet kisha, në qendër të qytetit të Filadelfias.
kur vinë së bashku dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Ajo që u them atyre është se sfida kryesore është të lutemi, të jemi shumë të disiplinuar në ndjekjen e shërbesave. Për ne ortodoksët, kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet të ndjekim shërbesat, duhet të mblidhemi së bashku. Është e nevojshme të shohim fytyrat e njëri tjetrit. A e dini nocionin e sëmundjes së vetmisë? Kur jeni vetëm dhe nuk shihni fytyra, kur ecë në një qytet të populluar, ndihesh shumë i vetmuar dhe nuk sheh fytyra njerëzore. Por kur vjen në kishë dhe mblidhemi së bashku, shohim njëri tjetrin në fytyrë dhe bisedojmë. Pas shërbesës mblidhemi gjithmonë për kafe, në katin e dytë. Dhe a e di se çfarë kemi? Kemi valle shqiptare të performuar nga gratë, dhe gratë sjellin fëmijët e tyre, të afërmit e tyre, miqtë e tyre dhe shijojnë të qenurit bashkë. Pra kështu ndodh. Ata përballen me sfida në jetën e tyre të përditshme, por më pas ata vinë në kishë dhe shohin njëri tjetrin. Kjo na jep fuqi për javën pasardhëse. Atë kaj, shumë faleminderit për kohën që na kushtuat në këtë intervistë. Ju urojmë punë të mbarë në misionin tuaj si klerik i enorisë suaj. Thank you very much. God bless Albania, God bless America. Faleminderit, Zoti bekof Shqipërinë dhe Amerikën. Faleminderit. Faleminderit.